është I pari I kësaj natyre, është me materiale organike, gjithë dru, është 2.000 metra hapësinë, në 2.000 metra katror, edhe është I pari, po themi, këtij lloji, që tash do të vazhdojmë në përgjitha pjesë të Prishtinës me këtë lloj të materialeve, me këtë sistem, I cili është shumë I sigurt për fëmijët tonë, dhe përveç që është rekreacion, është aspekt I edukimit, pra mund me eduku gjatë rekreacionit, dhe po është I përshtatshëm për gjitha grup moshat, prej 3 vjet faktikisht, po 3 deri në 6 është pa mirë me prind, e prej 6 deri në 12 fëmijë mujnë me përdorë vet, ata përmi 12 edhe ata munden, edhe prind munden, me po ndoshta ma pak ju preferoj prindve vetëm fëmijëve ma shumë, kështu faleminderit shumë që jeni ardhur sot me përuru këtë vend të mrekullueshëm. Urime Prishtina, urime fëmijët e dashur. Urime. Përshëndetje, but I have to switch to English. Sorry for that. It's a pleasure for me to be here. From Raiffeisen, we are always happy to support the community. We are happy to invest in nature, in health and well-being, and as already the mayor mentioned, it's all organic, it's wood, I think it's a small paradise for children. Personally, I love spending my time, my weekends here in Gremia. It's a unique experience near to the city to have this area, and I think with this playground, it's even more valuable when you come here with your children, with your kids, and spending a good time, and I really love it, and it's a bit of a present to Pristina. Thank you, Mayor, for supporting us. Thank you. Atëra fëmijët e mrekullueshëm, urdhani, shfrytëzoni, është e hapur. Shpallën të hapur sot këtë pjesë nga Razmire. Urime. Atëherë, sot po përuruajmë këndin rekreativ në Gërmi, është këndi I pari I tillë në, mund të themi, në rajon, me një sipërfaqe prej 2.000 metrave katror, jo vetëm që është I ndërtuar nga elementet e drurit, që janë mjedisdashëse, por ka edhe koncepti është I zhvillimit të këtij projekti është gjithëpërfshirës, duke nxitur kështu aktivitetin e fëmijëve fizik, edukativ dhe atë shëndetësor. Është I ndërtuar nga zona të veçanta që përfshin të gjitha moshat, po ashtu ka edhe panele të sigurisë për t'ju treguar që duhet të mbrojtur mjedisjen, po edhe të kenë edhe kujdes. Ky është një park I cili do të inkorporohet edhe në lagjet e tjera të natyrës së tillë. Me këtë lloj të ndërtimit ne jo vetëm që e mbrojmë mjedisjen, por edhe edukojmë brezat e ardhshme të kenë një jetë më të shëndetshme dhe më të sigurt.